ai, si që dini, ka përdorur banat më të rrezikshme të cilat tashmë janë bërë famzeza edhe në atentate politike ndërkombëtare, siç ishte vrasja e kandidatit të opozitës në Kolumbi. Mos harroni se dritanxhikat i kanë fjet të Gysha Gasu dhe Edi Rama, të Pojat, të Qelit. Po, para 3 ditësh, para 1 jave, u godit kandidati opozitës, kandidati për president, në Kolumbi. Dhe presidenti tha mafia shqiptare, tregoj dhe emër personi. Njerëz të lidhur me Edi Ramën janë rrezik ndërkombëtar sot.